Anija patrulluese e gardës bregdetare të SBA-s, Whitaker, po patrullonte bregdetin e Alaskës, silueta e saj e fortë duke u dukur kundër hapësirës së pafund të detit dhe qiellit të ftohtë blu. Nën oficerja Mara Ortiz, shoke afërt i kryebosit Bowsen, e përvojshme dhe vëmendshme, vuri re diçka të pazakont në ujë, një njoll të errët që prishte horizontin e pafund. Ishte një akull ose një balen, por diçka e huaj dhe potencialisht e rrezikshme. Ndërsa Anija afrohej, ekuipazhi identifikoi se ishte një masë e madhe Ghost Gear, rrjeta peshkimi të braktisura dhe mbeturina që kapnin jetën detare dhe paraqisnin rreziqe të konsiderueshme navigimi. Para se të fillon, shtypni butonin e like dhe sigurohuni të abonoheni nëse nuk e keni bërë dhe aktivizoni zilen e notifikimeve që të mos humbisni asnjë histori të re. Amanda McKay, komandante e Anijes, urdhëroi një qasje të kujdesshme. Lieutenant Park, oficer ekzekutiv, konfirmoi shikimin me anë të dylpeve. Me vite përvoje, Mara u caktua të udhëheq përpjekjen për të vlerësuar dhe rimarrë mbeturinat. Ata zbuluan se rrjeta fantazëm nuk ishte e lirë, por e ankoruar nga diçka e rëndë poshtë, duke u varur në ujë si një re e sëmurë. Ere fuqishme nuk vinte vetëm nga materialet sintetike, por edhe nga jeta e kapur dhe e vdekur brenda saj. Eman Talia Reid, një antare e re dhe entuziaste e ekuipazhit, qëndronte gati me litar dhe grep për të ndihmuar në operacion. Ekuipazhi përgatiti një anije të vogël për të hetuar dhe rimarrë rrjetën. Komandantja McKay radioi tek sektori Anchorage për të raportuar rrjetën e braktisur të peshkimit dhe mundësinë e kapjes së jetës detare, duke këshilluar kujdes dhe duke njoftuar NOAA. Ndërsa Anija afrohej pranë rrjetës, Mara vuri re lëvizje nën shtresat, një bisht rrokullisej dhe një fin u shfaq. Mekaniku të makinerisë Haynes identifikoi shqipoja mes krijesave të kapura. Mara ndjeu rëndësinë e situatës, duke ditur që rrjetat antazëm kapin dhe vrasin jetën detare pa dallim. Park theksoi rrezikun që rrjetat rrotullohej rreth anijes, duke e shtyrë Maran të sugjeronte përdonimin e anijes së vogël për të qasur nga një kënd më i sigurt. Mara kujtoi seancat e trajnimit mbi rrjetat fantazëm, duke menduar për statistikën e tronditshme që rreth 640.000 tonë rrjetash peshkimi humbin çdo vit në oqean. Këto rrjeta vazhdojnë të kapin jetën detare, një fakt i ilustruar në prezantime me grafik që nuk mundën të butësonin realitetin e ashpër. Anija e vogël u nis dhe ekuipazhi i kuvertës punoi me efikasitet të stërvitur. Reid dhe ekuipazhi lëvizën me një ritëm përvoje, mbështjellnin litara dhe vendosnin grep. Ndërsa Anija afrohej pranë rrjetës, era u intensifikua, një përzierje erërash të djersës, urinës dhe materialesh sintetike. Mara udhëzoi koksuinin e anijes të rrotullohej në anën e përkohshme të rrjetës, duke shmangur shtytjen e detit. Operacioni ishte delikat, kërkonte precizion dhe kujdes për të shmangur dëm tjetër ndaj krijesave të kapura dhe për të parandaluar që rrjeta të kapte vetë anijen. Krijesa e parë që ata çliruan ishte një makerel, që u largua shpejt. E dyta ishte një gafore që i mungonte dy këmbë, që u rrëzua dhe zhyte ngadalë. Një dhelpërdeti e re ishte krijesa e tjetër që u ndesh në kapur në rrjet me një shirit plastik rreth njërin krah. Mara sinjalizoi ekipin e saj, përfshirë Hannes dhe Park, që duhet të vepronin ngadalë për të mos dëmtuar dhelpërën. Me kujdes dhe mençuri, ata në fund e çliruan dhelpërën, e cila hezitoi pak para se të notonte larg me hieshi. Pak pritmës, rrjeta u përplas kur një shqipoj salmoni e goditi nga poshtë, që shkaktoi lëvizje të forta të anijes së vogël. Mara e dinte që nuk mund të prisnin sharkun lehtë, duke kujtuar një video kur një peshkatar i kishte tentuar me pasoja të rrezikshme. Ekipi u fokusua në çlirimin e kafshëve nga shtresa e sypërme të rrjetës, duke prerë me kujdes dhe qëndrim. Ata lëshuan disa peshq, një tuf algash seti dhe një kafshë me sy bosh. Ndërsa punonin, duart e Maras rrëshqitën, duke goditur njyshet e gishtave kundër anijes. Pavarësisht dhimbjes, ajo vazhdoi të tërhiqej dhe të shlironte më shumë kafsh, përfshirë një kormoran. Duart e Maras ishin të mpira dhe djegse, dhe ajo kujtoi statistikat për sasinë e madhe të rrjetave që përfundonin në oqean çdo vit. Orët kaluan dhe ata çliruan 3 dhelpëra të tjera mash. Njëra ishte tepër e lodhur për të notuar, qëndronte në sipërfaqe dhe dridhej.
Hannes e trokiti me një grep për ta inkurajuar të lëvizte. Pavarësisht përpjekjeve, shpesh shpëtimi një kafshe nuk ishte i mjaftueshëm. Ndërsa prenin më shumë rjetën, zbuluan skenën e të mërshme poshtë, një masë trupash, disa gjallë, më shumë ajo. Një dhelpër më e madhe ishte në kapur më thellë dhe shqipojat ishin më poshtë, njëra me lëkurë të lënduar dhe të gërvishtur. Rjeta ishte një rëmuj jete dhe vdekje. Rit pyetin nëse mund të ngrinin rjetën dhe Mara vlerësoi situatën. Duhet të ngrinin masën pjesë për pjesë për të çliruar krijesat më thellë. Ajo komunikoi me Whittaker dhe Park, koordinoi përpjekjen për të ngritur rjetën pa e ngarkuar shumë anijen e vogël. Vendosën një plan, duke kaluar një litar më të rënd përmes rjetës dhe ankoruar tek anija kryesore. Kapstoni në kuvertën e Whittaker fishtëllinte, ndërsa merrte tensionin dhe barku i rjetës u ngrit duke derdhur ujë nga ajo. Një dhelpër e vdekur u doli në shesh me lëkurë të shkëlqyer nga nafta. Mara u fokusua në çlirimin e krahut të një dhelpëre të gjallë, duke prerë dhe tërhequr, ndërsa litari mbante peshën e rjetës. Pastaj, zërat humbisnin në sfond dhe droni një helikopteri u afrua më fort. Ajo e injoroi atë, ndërsa një helikopter Jehok kalonte rrotullisi një insekt i verdh dhe i kuq kundër qiellit gri. Nata ra shpejt dhe dritat në kuvertën e anijes prishtën errësyrën, duke kthyer botën e tyre në një skenë. Pavarësisht ftohtësisë, ata vazhduan të punonin. Gishtat e Maras ishin të mpira, si dru, gjë që e friksonte më shumë se dhimbja. Dhëmbët e Ridit të ndisnin, por zëri i Coxswainit mbeti i qetë. Një litar u këput me një zë si të një shkrepsi në armë. Lëvizja e lirë kaloi duke fërkuar shpatullën e Coxswainit. Ai pshërëtinj, u përkul, por mbajti kontrollin. Mara urdhëroi një litar rezervë, zëri i saj ishte i lartë dhe urgjent. Ata aktivizuan muskujt e rinj, të kujdesshëm që të mos bënin gabime apo të linin litarat ku mund të rrëshqisnin në helik. Whittaker lundronte mbi valet e reja, ndërsa era u përkeqësua, duke shkaktuar që dritat e kuvertës të lëviznin dhe hije të hidhnin. Rjeta lëvizte, duke kërcënuar të ikte. Hannes bëri kontakt sysh me Maran, duke trokitur në kyç dhe tundur kokën. Ende nuk ishte koha për të ndaluar. Mara bëri gjestin e kontinuarit, duke prerë dhe tërhequr. Ata çliruan një dhelpër të madhe, duke i kërkuar falje asoj që notonte me qëllim. Coxswaini këndonte një këngë optimiste nga radioja, një talizman atë këndër tortësisë. Kur u lodhën për të prerë me rregullim, Mara urdhëroi një pushim. U kthyen në anije për ngrohtësi dhe pije të nxehta, duke planuar të vazhdonin më vonë. Zëri i Park në radio konfirmoi planin për të ruajtur pozicionin dhe për të vëzhguar lëvizjet gjatë natës. Brenda, glenki i parë i kafes ishte një bekim. Reed mbështilli handrat rreth kupës, duke pritur që ngrohtësia t'ju kthehej lëkurës së saj. Mara shikonte në kupën e saj, duke dëshiruar që rjeta të ishte zhdukur. Ajo shikoi Park për një deçim. Park kënguli se duhet të vazhdonin, duke cituar hapësirën e metit. Nesër do të ishte më e vështirë dhe nuk mund të linin rjetën. Mara përpiqet të flente, por sa herë të mbillte zyt, shihte linja rjete ku duhet të ishin ëndrat. Ata u kthyen në punë në lindjen e diellit, gria thellohej dhe era pickonte. Rjeta kishte lëvizur pak gjatë natës, por anija e madhe mbante pozicionin. Shqipojat ishin më të qeta, të lodhura. Njëra kishte një plag të re, duke gjaksuar ngadalë. E vendosur, Mara i tha Reed se do të çlironte shqipojat sot. Duhet 6 orë pune e kujdesshme, duke afruar rjetën për të çliruar finet. Ata manivruan anijen e vogël rreth bishtave të fuqishëm, prenin dhe ulnin rjetën. Një shqipi u bë dobët, një mekanizëm mbijetese, dhe u largua në ujë. E dyta luftoi fuqishëm, duke përplasur rjetën. Mara u mbajt pas bordit mendonte, jo kështu, jo tani. Ata prenin më shumë shtresa të rjetës, ndjente sytë e Park nga anija e madhe. Në fund, finet u rrëshqitën përmes vrimës së çoptuar, shqipoja u largua dhe zhduk. Reed qeshi, e egër nga lehtisimi, dhe Mara kuptoi se nuk ishin të vdekur. Hannes goditi ajrin me triumf, ndërsa Park dhe dhelpërat mbetën të qeta. Ata tërhoqën më shumë rjetën në bordin e Whittaker, duke e gjetur më të madhe dhe më monstruoze se sa pritej. Kishte konsumuar balena dhe delfina, dëshmuar nga gërvishtjet dhe vertebrat. Ata lidhen një litar më të rënd në kapstonin e Whittaker, që shkonte duke kërsitur si një pemë vjetër kur rrotullohej dhe kapte.